Transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, po në këtë vit zije, shikon të Omerin radiallahu anhu, dhe ndiqte nga pas, çdo ditë, thoshte shkonte, u izolonte në një periferit Medines, pra një muri i vjetër, dhe qortonte veten e tij në vetmi duke i thënë: Bekhin ja nefsi, kur mos e pafsh hajrin, o jega ime, o e pshim, o vetja ime, nëse unë të ushqej ty, ma atë çka nuk ushqej masën. Ose preferoj ty, ma atë çka nuk preferoj masën. Dhe thuhet, ky sahabi nderuar, nga keq ushqyrja dhe uria e tepërt, Omerit radiallahu anhu ju ish bën e njohur, si me thonë, që i kërciste barku ose i uluriste barku. Dhe ndër qortimet që qortonte dhe veten e tij, qortonte dhe barkun, dhe ky i transmetim ka harë dhe ca në tjetra transmetime që thotë: تقهقري أو لا تقهقري فإن عليك الجوع ولا الشبع. Ulurita ose solorita ti o barko stomaku im, kur s'ke për të në kap. Barko normalizohet kur s'ke për të në kap. Kush ishte ky? Prisi i besimtarëve, Omer ibn al-Khattabi radiallahu anhu.